Njufsa e pa mundur që ta formoj qeveri. Unë lojë politike të zotit Kurti. Faktin që u tërhoj vetë dhe nëzori emrin e Konjufsës. Pra shkosa emri i Glau Konjufsës është lakuar edhe për kryetar parlamentit. Është një lloj zgjidhje apo po kërkon të fitoj kohë? Nuk e pranoj, patjetër që po mundohet të fitoj kohë. Unë jam i gjykimit që kjo suspanca elektorale besoj se do i shërbej zotit Kurti pasi është më konsistent në raport me qasjen e tij. Dikush mund ta quajë populiste, unë e konsideroj sovraniste dhe gëzohem që ka politikan të kësaj linje ideologjike që mendojnë për fatet e shtetit ku ato qeverisin. Të paktën sot kryetari i LDK-s, Lëvizjes Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, u shpreh që neve në asnjë formë nuk do jemi pjesë e qeverisjes dhe nuk do e pranojmë zotin Konjufca si kryeministër të vendit. Pra edhe gjykoj se edhe alternativa e Konjufcës nuk do jetë eficiente për të marrë postin e kryeministrit. Nga ana tjetër, Lumir Abdigjiku shpreh qartë që neve nëse vim pushtet neve do aplikojmë edhe asociacionin, që besoj se votuesi kosovar është shumë, apo votuesi shqiptar i Kosovës është shumë sensitiv në raport me këtë qasje, sepse i vetmi politikan që e shpëton Kosovën nga aplikimi i asociacionit që detyrimisht sjell dhe zhbërjen politike dhe juridike të Kosovës është vetëm Albin Kurti dhe është vetëm Albin Kurti që ja ofron këtë ofertë popullit shqiptar të Kosovës. Ka firmos Albini në asociacionin. Nuk e ka aplikuar. Po e ka firmos, po s'ka aplikuar apo gabim. Si e ka firmos e ka shkuar në shtëpi se ka aplikuar. Pse ka firmos? Si? Pse e ka firmos? Po nuk si pse ka firmos? Po e ka firmos. Nuk është aplikuar, më. Po ne dakord e dim që është aplikuar. Po pse ka shkuar atje bashkë me një ndërgjegjësi ndërkombëtar dhe ka firmos? Po pra sepse e detyruan ndërkombëtarët. Se nuk e morën tek me ka fuçën kokën. E detyruan ndërkombëtarët për këtë arsye. Po kjo është fakti që i thua atyre po ta firmos, kur kthehesh në shtëpi nuk e zbaton. Mo të thuaj nuk e firmos. Po nuk të lejoj të thuash mos e firmos, sepse Kosova ka një valencë tepër të vogël krahasimisht me kombet e tjera që detyrojnë të ulesh në tavolinë me Vučićin. Kjo është zgjidhja që shkon në firmos dhe del Kosova dhe atëherë të marrë fund shtetshmëria e Kosovës me asociacionin. Thotë unë nuk e firmos, s'jam dakord. E kanë detyruar në këtë pjesë. Dhe gjykoj se edhe me PDK-n pastaj që janë akoma më të frustruara marrëdhëniet e lëvizjes vetëvendosje, është e pamundur që të kryejë një koalicion të gjerë, qoftë për zgjedhjet që mund të mbahen pas pak ditësh apo javësh, por qoftë edhe për një president konsensual që më duhet krejtësisht e pamundur, qoftë se gjitha palët nuk bashkohen tryezë dhe t'japin një zgjidhje kësaj çështje. Por është tepër e vështirë për Kurtin duke patur Vučićin, që është armik tradicional i shqiptarëve në përgjithësi, duke patur kundër zotin Rama, kryeministin Rama, duke patur kundër Ali Ahmetin, duke patur kundër ndërkombëtarët, dhe është vërtet për të lavdëruar se si ja ka dalë që ti fitoj zgjedhjet në Kosovë.